Shqip, hitet më të ndaja kanë qenë të akordeve të Kosovës. Dhe më thonë, nuk ka nevoj të gënjen vetën asa s'ken tjetë. Po pse tha dikush që ishte Jugoslav atëherë? E ka thënë dikush? Po. Se unë nuk e di. Vjetë do deklarata e kom dëgju të tila. Kështu. S'po komentaj më shumë. 96-ën, ti ke marrë vend në dytë me Mirin. Unë e ka marrë tretën me Arjeta Dacin, edhe një shpërblim të kompozitorve, edhe beson për herë parë është tregu që për 3 vota ka fitu Naim Krasniqi një kangë e ti 96-ën. Shpërblimi e publikut, se Zambaku i Prizrenit është çmimi më i madh në... Etash, aty të kujtohet kur u kecu moti gjatë kohës jurisë. Po. Që u presh krejt koha. Po, filloj gati me rashi. Jo, ke bubullime, se në u prish skenografia, më thë tash e nesë. Edhe mirë. Edhe me Zambakun vazhdova pas luftë. Unë edhe Miria kemi këndu kongën e Fikrim Emrës, që e përshëndesim shumë. Jo, Fikrimi s'më në përshëndet, mo, e djemë. Fikrimi është tu, gjithë pas të dhaj, kam pas mikë mirë. Kështu në për festivale, po ti në vazhdimësi edhe ke këndu edhe ke registru kongë, ke incizu kongë. Ka pa. Ku e ke gjetë vetën më shumë, në Zbavicia apo të Populloria? Valla, të dyjat paralel. Të dyjat paralel. Po rock verzion ke këndu në rjerë? Kënga shpirtin ta kam dhanë. Këtu që dëgjuam Pile për herë të parë në ndonjë TV e kam emitu kështu kësi klip ka dalë, po në televizion nuk e di, nuk besoj që kam këndu. Ashtë hera parë në dënë? Po. Për këtë këngë, krejt fajt i ka Skënder Sadiku, shoku im i zemrës, shoku im... Që po hjek tash në Mitrovic Veriut. Po është patsor, pozitiv dhe gjithmonë jep mesazhet paqes. Aje ka ba shqiprimin e këngës. Aje ka marrë lejen të Alen Slavica, se kjo është këngë kroate, dao sa më t'i dushu, shpirtin ta kam dhenë. Këngë që ka kompozuar Arbreqi Arsen Dediq. Arsen Dediq, e din Arsen Dediq është Arbresh? Po, aj pas ka thënë, pa thonë duket Muhamet Sadiku, profesorit, diçka kështu, pa aj ka qenë vonë këtu pak para vdekjes në Kosovë. Edhe Alen Slavica në dhatë të drejten, sepse Arsen Dediq... Dhe kjo këngë është rap? Dhe kjo këngë është këndu dhe ka orkestru, Edan Ramadani, miku im shumë i dashtun, dhe në em, do të them, Edoni, biri im, e ka emrin për shkak të ti, se kemi bo shumë muzik me Edonin, edhe unë kam dash shumë që Edoni... A për shkak të Edonit, djalit ja vure emrin Edon? Mati, në vitin 2003. Ke kompozu kongë, a din sa kongë ke kompozu e kështu mentor? Me edhe për të tjerët, edhe për vete, mund të thuhet, nuk jam nej kompozitori madh, unë e njoh këto akordet e gjithat, se piano kam pas prej vitit 1983, pianino në shtëpi, nuk u bëra pianist, po i bisa për vete. Do më thonë 10 vjeqar, veç fillove me piano. Po ma kam le, babaj, Petrofin. Petrofin, në shtëpi e kishe pianino. Po, shpim, Mitrovic. E ke akoma shpëtoj? Jo, fatbarësisht e kemi largu mas luftë, e ka shpëtu, po e kemi shit. E pse fatbarësisht? Fatbarësisht e ka mujtë me marë. A ka në... Si banesën, si gjithat që na i marë në najmë. Kompozimit ikon janë 20, t'jem korrekt, 20-25. Nga 20-25 këngë. Si kompozon? Ulesh në piano? Kam një send vogël, edhe me tekst. Edhe tekst e shkryj ma shumë në najmë. Tekst e shkryj ma shumë? Ke shumë tekste? Po. Kam, jo shumë, jo, në asë një mënyrë. Bile një tekstimi në Showfest 2003 është shpërblyer me shpërblimin teksti më i mirë. Kënë nga më thuaj. Showfest Rimon Men, ka të në festival të shumë i mirë. A me Zambakat, t'ju themve se harroni se pëthojnë këta po përsëritësh, Zambakat Prizrenit kom fitu në 2000, 2002, 2004, Zambaku shpërblim me publiku. Po kjo është ka duar të kitë fort. 2006 kam marrë një mirë njohje nga Zambaku i Prizrenit, se pas qenë kam një prej atyre që pas në dhënë kontribut. Ke dhënë kontribut? Okej, le tjetë kështu. Dhe Rëshat Randobrava me organizatorët, me themelust, është një nagdimi ata kadriskejnë, nuk e di tjerë, e kam fut këngën time një këngë për ty, që është kompozuar nga unë tekst dhe melodi dhe kam këndua dhe kam fitu në 2002-ën. E që bën? E kanë fut në CD-n e artë të Zambaku Prizrenit. Po, kjo është nderi madhë që më është bërë. Po, të ndusëm, absolutisht. E që bën, për shambull? Ka bën. E që bën? O, sa zjarë që kam në shpirt, këtë këngë ty të adhuroj, por se zemra nuk mjafton të tregoj sa dashuroj, por se kënga nuk mjafton të tregoj sa të dashuroj. E qështu? E, bukur shumë.
Ka shumë vite që drejton, sa vite të bënd që drejton emision në Radio Kosovë. Aha. Në media të ndryshme? Po. Ku ke fillu vërtet Radio Mitrovic. Në Radio Mitrovic. Po. Me datën? 28 nëntor 1999. Në ditët e liris. Po, në ditën e flamurit, në ditën e dalin kënë tuqëkë, se ditëlindjes Adem Jasharit e krejt këto, e zgjodhëm këtë simbolik në emë, se ishim të gatshëm ne të fillojmë edhe më 27, ka fundi ditës. Po e zgjodhëm me Skender Sadikun, që përmenda në Spahiu, në tjerë që kemi qenë aty, edhe lam mas 12 le të bëhet 28. Këta simbolikën e bukur edhe krejt, edhe disa në një dhomë tjetër, në një dhomë, se pa nese vogël, apo njët, po, nësë jam në tërë, miro. Edhe une thash atëherë atë botë, ju fletë Radio Mitrovica juaj, që kaq kohë keni pritur, në valet 99.9 MHz. Në kjo ka qenë. Pastaj kam punuar, në 2 media në Prizren, se kemi jetu pak edhe aty, në Radio Helix dhe Radio Besa, dhe prej 11 marsit të vitit 2002, dhe sa të shkismet, punoj në Radio Kosovë. Në Radio Kosovë. Kosovë njebile. Do më thonë janë 25 vjetë mira në media. Bile kam dëshirë ta shënëj si vjetë një jubilej, se për herë pare për mene edhe këtë të jo. Kam dëshirë një video të mirë ta bëja, diçka. Ku e di unë qka? Po diçka. Diçka do të bëhet? Një minutës, jo ma shumë, jo me maltretu njerët, jo marë najë. Zdo më në bajt një mbrami? Jo marë najë. Ti ke këndu në për lokalet në Mitrovic në cilat vite, ke këndu shumë? Ke këndu shumë, edhe para dhe mas luftës, para luftës shumë, edhe mas luftës, për mene e donin dhe me e donin shumë, me Halil Mripën djallë në Agjës, me Hakimi Sinin, para luftës këto krejt, me Halilin edhe mas luftës, Halili që i thash para do dite për me, ati sa ka zonë e mirë, po s'ka këndu shumë, që e gjallë Agjës. E ma dhe me e donin për klasës 7 fillore ka fillu me mu, me një Sint Roland e ka pas 96, edhe është një djallë, jo veç muzicien të mirë i dëshmuar kjo dihet, po një karakter që pavarësisht famës e madhe të ti, asë një milimetr nuk ka ndryshuar nga karakteri i ti dhe zemërbardësia e ti, si gjithë familja ti. Këngë, festivale, tekste, mbrëmje, koncerte. Edhe gjallë, najmë. Edhe gjallë. Njeri shumë i fotë, edhe gjallë. Gjatë ka jetë, ke pas kohë dhe me i bonja 2 fëmi. Po dhe? Po, ha? Po. E doni, i mush 21, edhe Valza është në vitin arshëm, i mush 19 vjetë. E që i përqafoj me i doa të pasën shumë. E ata s'kan dëshirë me dalë media, parë, absolutisht. A s'kan dëshirë parë? Ja. Nas një mënyrë? Ja, nas një mënyrë. Me gjithatë të rjetën familja më shtetja më e fuqishme. Harova të temë se jam aktori parë i Verber, që kam interpretuar në ndonjë videofilm. Aktori i parë. I Verber, që kam interpretuar në ndonjë film. Se mas lufte ka lujtë edhe Ingjeri Behar Kryziu të... Në cilin film keni lujtë me tërë? Kam lujtë në Një palë të prababajnë të... Ta Adem Mikulovci! Po di që shka ndodhë me... Ka ndodhë shumë interesant. Unë me gjallë një vllajt ti jam shok besimin, ti ki vlla edhe ai ka naim edhe ti ki vlla besim edhe ata janë që është naim e besim. Besimi që është Mikulovci. Najti gjenial. Qaj, me dizajne me... Me dizajne, me montajë, me 3D-a, me... Tash, u martuaj edhe unë për këndoj. A gjësa dem, djes pas, i pëlqej shumë që shpëkëndoj unë. Nese. Edhe thot ka me ta bo një rol. Ku bre? Thot një palë të përbabajnë të imburg. A ishte film kult në imat herë, për atë kohë, në të vitet tonë ato kopimit. Do të thotë, unë, a thot do të këndosh edhe do të interpretosh. Edhe unë këndova dhe interpretova në pjesën e 4 të filmit Një palë të përbabajnë të imburg, ku leve që unë nuk e mora shumë seriosisht, bile edhe më ka pagu mirë, dhe më thëmë asë që kom kry. So në nuk e mora, të shra. Adem Mikulovci i madhë. Edhe i disciplinuar dhe punëtori i madhë. A di që para luftës, kur e bëri pjesën e parë, kemi qenë një turne në për Evropë bashkë, edhe e kemi shiku bashkë në autobus, bashkë me Ademin. Me ato kasetat, po të gjithë ata që kemi qenë në autobus, kemi qajtë fillim barim të filmit. Unë edhe sot, kur e dëgjoj në herë atë film, në qysh kam ato emocionet. Absolutisht. Ka shumë plot njerës që s'jetojnë më që lujnë atë film. Edhe aktrim, a ke mendu në politikë me ujnë granuse? Unë në politikë, jo. Kështu me shaka, kam një parti, po s'po e përmendi këtu, nuk dhe të përmendi, Cilën e ke? Cilën? Cilën? Që kam formu vetë. Cilën? Jo,
Ja, nuk të regoj, le tjetë e një. Edhe kush është kryetar, edhe kush Unë është kryetari përjetshëm. E sekretar kush është? Sekretari përjetshëm. E di që Bekim Beslimi është Ja, sekretar. s'është ai, ja, një Bekim tjetër, po mjafton me ka. A mjafton me